Xhirimet e filmit kanë 2 ditë që kanë mbaruar Cifti Elli tashme është me i qetë dhe me i lirë i gatshëm për të vazhduar rutinën ditore pa angazhime çdo ditë. Procesi i filmit ishte super sfidues, ditë të gjata e të vështira me shtrengata shiu të ftohta. Ditë të bukura mes mish, mbrëmje spektakolare me adrenalinë të rene të vështira e plot sfida që ja dolen në fund ta realizonin këtë super projekt. Me sa duket Ciftit do t'i mungojnë këto ditë sa të bukura edhe shumë sfiduese. Ky ka qenë pikërisht ne synimi bukur, por me merita të mëdha. Kjo punë do të shpërblehet për të gjithë. U shpreh Luizi, e kemi realizuar pothuajse 70 të punës, edhe shumë pak ka mbetur për ta finalizuar 100 në film. U angazhuan një numër i madh personazh nisur nga artistë e profesionist, një super staf produktiv bëri të mundur finalizimin e këtij super filmi. Kujtojme që ne disa ditë xhirimesh ishte e pranishme edhe e vogla Jone Lunushi, e cila gëzoi shumë sepse ajo i ka qef skenat, grupet muzikore televizive. Kjo fale Luizit, i cili e ka marrë gjithmonë me vete të voglen. Dita e parë nisi në orët e para të 1 mëngjesi. Edhe pse dita është shumë e vogël, tashme stafi i produksionit dhe Cifti përpiqeshin t'i realizonin korrektësisht xhirimet për arsye kohore, por edhe pse të angazhuar here pas here, Cifti me në fund arriti ta përmbyll me sukses këtë nisme që morën tashme. Montazhi final me të gjitha videot e xhirimeve është duke u bërë dhe çdo gjë po merr forme dhe ngjyre që ky film në shkurt të vitit 2026 të jetë gati për t'u transmetuar për të gjithë ndjekësit dashamirësit e fansat në të gjitha kinemat e në çdo platforme ku do të aprovohet nga vet Luizi. Ne i urojmë suksese Ciftit dhe jemi të bindur që ky film do të jetë super. Në vijim do të ketë projekte të tjera të cilat do t'i zbuloj vet Luki me kohën. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.